Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe të podcastit Tupa Tuba, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Sot e kam në studio dikon me cilën kena me fol për trendin më të fundit, pra për estetikën në Kosovë ose në përgjithësi, kështu që bashkë me mua se në studio është Linda Nebio, se po ta pak problemës po ta dallashitim. Përshëndetje Linda. Përshëndetje. Mirë se ke ardhur mos pare. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Çu shkalove rrugës, se ndoshta pak të nxehtë kështu me të kolona, marrëm me këto kolona. Po, gjithë ka trafik Prishtina të natë. Bashkë të natë, edhe plus ti pak larg, ashtu derisa ke ardhur dhe nxehtë më zoma keq. Linda, si fillim po do të pyet ç'është apo boçë merresh me estetik, ç'u shke fillu? Që shkom fillu, pjesën estetike se kom dashur që si fëmijë, për shkak që mami jam u kon shumë e re, diagnostifikuar me tumor të gjirit, edhe me heqjen e tumorit të gjirit, pjesa estetikës në Kosovë u kon shumë e pazhvilluar, edhe ka dëgjuar që në Turqi bëhet, edhe prej asaj kohe më ka hyrë qef që më kon një mbules për gjitha gratë e smuta me tumor. Nuk e kom ditë që një ditë kam e pas profesion, përveç profesion e kam edhe shumë pasion. Wow. E du ma shumë se çdo sen tjetër, e du shumë si punë, e bëj me shumë qef. E kom fillu prej dita e parë, prej ditës të parë, u konë 2018, në vitin 2018, kur kom fillu me trajnime, kom fillu me dashtë si profesion, me bo profesion tamin. Më merët shumë interesant mënyra që shtese prej ka ardhur ideja, edhe nashta sa e ki pas pak ashtu si problem, nashta ose a keni me një moment që jeni keq, nashta të pas parasysh që i pas ke hy për mamin kësaj farë pune. Po, ka pas edhe raste kur jom një keq, po ka pas edhe raste kur e kom gjetë profesionin si mbështetje të shpirtit. Përveç që e kom pas si mbështetje financiare e krejt, ma shumë e kom pas mbështetje shpirtnore. Po kur e kom fillu në fillim në vitin 2018, Kosova ka pas shumë pak informacion, sikur për botoksi e njëjtë dhe për filerin. Kanë qenë me çmime marramendse, po edhe ka pas shumë pak si punë, si informacion e kanë bo shumë pak njerëz. Po më intereson çfarë ka thonë mami? Mami në fillim, jo nuk e ka prit mirë. Mjekësin e ka dash gjithmonë. Edhe njeri parë që nuk më ka vetë, kër më ka regjistru në shkollë, u konë mami. Më ka thonë të ki me shku në mjekësi, edhe nuk ka pas zgjidhje tjetër, po unë e kom dash shumë. Përveç asaj, kur e kom nis, u konë një trajnim 2 ditore, edhe kur e më këthy në shpim, ka thonë kur gjos kem su për 2 det. Wow. Edhe do me nuk e ka prit sikur ti s'ke bo kur gjo, edhe pse unë veç me qa trajnim nuk e kom lon, po mënyra që unë jëm shku për me hin trajnimet si të parën, si tjerat, u konë që kur s'm kam besu që kam me mujt me bo si pun, jam hi kredi për me mujt me shku në trajnim, se kanë thonë jo, nuk bohet kjo pun, non ti s'ki me bo. Edhe mame jam ju tutët shumë ineksioneve, ju tutët shumë gjilpanave me njën, edhe kam vazhdu të thonë që jo, s'ki me bo, po në vazhdimisht, isha vesh kisha fillu me punu. Edhe mas një kohë gjatë e ka kuptu që unë e du si pun, më kam përkra, masi që unë e kom vendos, edhe kom reziku shumë, kom pas tani përkraje. Fillime nuk kom pas shumë përkraje, përveç që motra po kom pak. Ajo shtysja që bane. Ajo busja, të najtë të mas. Bane, po. Veç me bo që të punë. E përmendë që ke hy kredi për me kry trajnimin që shokon për ty. Dyqysh, edhe të shumë e re, po atëri ku hajtë po. Edhe kur kom shku me hin tabën kredi, kanë kesha të qikat me mu shumë. Se ma bëshin që ka po dhvim kredia. Dhe në isha të punu në një ndër spitalet matë mdhaja, 2019 su konë se s'po kom qef mi bo marketing. U kon një spital shumë i madh, që kom punu në spital privat edhe e kom pas rogën shumë të mirë. Po përveç asaj unë e veç pa ta fillu me punu e pa ta bo një vend vogël për me i kry shërbimet e mia veç me fillar. Botoksin e kom fillu shumë ma vonë, për shkak që i kom maj diku 8 ose 9 trajnime veç për botoks, që me ditë sakt që shi injektohet, kom shku në shumë vendet huja, sidomos Turkinë e kom pas vendin e parë që e kom bo trajnimin e parë për botoks, edhe kom marrë guximin,
po nuk e kom bo të njerëz të tjerë. Kom fillu me shoqënie dhe familjar të mit, që me pa qysh apo moj, qysh po hec. A mojnë men sa ke hi kredi, se shumë më kanë interesant. E mojnë men, kom hi 2.800 euro. Okej, Tamam për me kry trajnim. për me kry trajnimin edhe mi ble veç 3 produkte. Se trajnimi ju konë tepër shumë shtrejt, edhe në qatë shmem kom ujtë me marrë veç 3 produkte. Përveç asaj e kom prit edhe rrugën me mdojlë ekstra. Edhe kom pas ditëlindjen me 4 korrek, edhe me 4 korrek kom shku në trajnim. Si për i notë zakonisht në bin trajnimet me 4 korrek. Po. Okej, super. E përmendë që veç në përshoqe, në përshoqni e ke bo se në fillim, po e mon men kush u ka personi parë që ke bu ndërhyrje estetike? Po, u konë motra janë. Motra? Njeri parë që ka reziku, konë motra janë, edhe kom pas një shoqet motres, gonën e kom bo, po tani ka pas një ju ke boost. Jënë konë të para që ju kom bo boost, tani bojnë hajgare që tani ka dal, i blesha materiali, thersha, atja u bëjt qëta, den, i kom pas si kur eksperiment, po e kom pas që nuk jam të dështu as njëherë. Edhe tani kom vazhdu në qatë spital që kom punu, kom vazhdu me punu edhe në pjesën e estetikës, edhe kom marrë vetën që aty paka shumë, kom punu tani. Ti e përmene që në fillimet e tua nuk është që ke pas për kraja, ashtu? E kom pas për kraje për shkollem, edhe nuk kam pas qef absolut me punu. Familja me kom kondra shumë unë me him punë, se shumë e rejo kom do, po ne kom dasht punën shumë si angazhim dytësor. Unë menoj që puna në anën profesionale, nëse e bën në profesionin tënë, t'jep shumë mbështetje. E unë e kom pas fix në profesionin tem edhe e kom dasht, edhe punën mu doke sikur zbavitje me vullnet shkojsha, se mantila e bardhë mu m'ka dhonë shumë zemër. Edhe kur e menoj, thom që mantila e bardhë mu m'ka qu shumë herë në kam, kër unë s'kom mujtë nështë ta heq ma, kom thonë, krejt sanet ko milion, kom e ik jashtë në herë, kom thonë jo, s'ka shansë. Edhe i këthjapet? Po, jam këthjapet nesrit e kom vazhdu punën, sigur s'kom thonë dja kur gjo. Sa ka qenë e vështirë për një vajzë ka qëtre me arritë deri këto ku ti ke arritash? Ke pas parasysh që për një marrë rruga deri të suksese është tepër e vështirë, krejt e dina që është tepër e vështirë. Ka shumë net pa gjëm, shumë lot, shumë stacione, shumë autobusa, shumë trena që ti kimi prit, shumë qanta trona, shumë rëndesën shpirt, po në fond një sukses është gjithmonë. Cili është momenti ma i vështirë në ashta që të ka ndodhë dhe që ke thonë adhe nuk moj, jo, adhe më pëdu me ljonë, s'pëdu me bo? Ka ndodhë që unë i kom maj 2 punë, edhe kom punu natën në një spital, ditën në një spital, edhe jam konë shumë e lathtë. Edhe shiju murmurima unë ju kom tutë shumë. Unë kom jetu me prend, edhe nuk ka ndodhë me ra shi edhe mës mi pas prend ofër. Se si e vogël kur usmu mami jem nuk i kom pas shumë, po kur ja kom nis mu rrit edhe mu tut për me ditë çka është friga, se kur je fëmijë nuk e din frigën shumë. Po kur ja kom nis me marrat kuptimin e fjalës frikë për një me, unë kur ka ra shi jëm struk që aty në dhomë me prente mi, se jëm konë shumë të cajk, si fmi, po kur kom marrë në Prishtinë se harroj kur, isha të prit stacion në autobusit, në mshere dhe kesha me shku në Graçanicë në spital, edhe ishtë urat të përshi, murmurima, tepër më patë tut, edhe këm shku prej aty në punë të kajtë si kur fmi, edhe kur këm shku në punë hala kajsha, e ma bishë në punë qka ki. Edhe nuk kesh një diçka me kaldu që qka kam, veç më tuti vetima dhe unë kajsha shumë. Edhe kur gjo tjetër, edhe e maj men që sa rrit veton më keshë tash, se shumë pata kajtë. Ta shto ka hejtu ta? Po. Kur bjerë shi? Jo s'kaj mu. Jo s'kaj mu. është me zashme me më pa mu të kajtë. I bjanë që jetë e fort. Po. Se njerëzit e fort për një men nuk qojnë bashkë për gjithë të cilën sa. Përveç asaj, kur ti je shumë në punë, ti të hupen shumë fejsta, shumë data. Qatë kohë i bike dhe ditëlindja e mami tem edhe e letë shra që sa shumë jem të punu edhe kur gjo s'jem të bo mu doke që s'jem të qitë në dritë, kur gjo në fakt unë e veç isha të e bo një plan madhor për me qitë në dritë, po pa reziku edhe pa vetën që je lodhë shumë, nuk ka sukses. Nuk i ma arrit kërkon? Jo, pa u lodhë shumë s'ka sukses. Shumë mirë e tha, adin shumë mirë, kështu e tha që kushdo që është të ndëgju se të nani, le të kupton se qikat e reja që menojnë që më rrihet dishka shumë letë, shumë zarë, dush me pas shumë vullnet, mu që gjithdo ditë shumë herët për me bo një plan ditës, me mujtë me vazhdu që atë plan në ditës për ndryshe,
Unë gjithë thom, kena me flejt, mjaftushëm. Kur dikme, kena me flejt bob, kena me flejt që mos kena mu qu. Kështu që qohoni sa jeni treja. Edhe punane. Kove të fundit për një me ndërhyrjet estetike, për duket ma shumë jenë këthy edhe në trend. Çka me nëmë për këta ty? Pate nevoj, i bojna pak dë buzë, në treqën pak një hun, i bojna pak dë faqe. Kështu që apë të doke që ma shumë mu këthy në trend se sa nevoj. Janë këthy në trend, mbaret shumë prej tipit njerit. Nuk është këthy veç në trend, është bo sikur një popull me depresion aktiv. Jemi bo një popull që nëse shohim dikon që ka bo një sen, na kap depresioni pse na se kemi bo. Edhe qika të reja janë të e po që ta, që duna me bo gjithësysh se e ka bo shoqja jam. Edhe duna mu doke njejt, për kondrazi na jemi njerëz unik, se cili e ka një unik në vetin e vetë. Mrena në shpirtin e vetë, kështu që dush më konë te uniku i vetës tona. Je unik, ty Zotit ka dhonë unik, sa do na ndërhyrjet unikum nisë si nevojë njerëzve. Edhe menoj që janë nevojë, po çdo sen që te prohet e kalon nevojën, nuk është më nevojë. Prej cilës mosh është e lejushme me bu ndërhyrje? E lejushme është prej 18, po në klinikën tem ka shumë pak që vinë 18, vinë kohën e maturës, po unë si lindë nuk e preferoj me i pranu në 18, ka edhe nër 18, po nuk preferoj me i pranu. Edhe pse vinë me prend, ka vajza që i kam pru nanat e tyne, ju tregoj që këto janë të rrit, janë të zhvillu, edhe operacionet plastike të hundës, dvergjve preferohen me u bo prej mbi 18, sa ajo nuk formohet ma. Kështu që na jemi të formu hala, nuk e dim sa je formu ti po, një 15 vjeqare mundet më duk shumë e bukur mi në gjithë thajt, po nuk është shumë e bukur me i bo boost. Tani që kja pak. Te e përmendë që vinë me prend, cilat janë fjallët e prendve, po më interesant, zakonisht nanat bëse i binë, shka thojnë kur i binë? Vajza po ka dëshirë me i bo boost, se i ka shumë të holla. Edhe është shumë e ri, ka ndodhë 15 vjeqe, 16 vjeqe kom pas rast, që i këmë thonë po m'vjen keq, po nuk më i me reziku. Për mu është rezikim, nuk është knatësi me punu me një adoleshente, se ajo as vetë nuk e din kërkesën, ajo nuk din limit, nuk din mjaft, nuk din stop. Kështu që prinde nuk duhet me adhon që atë hapsiren me kërku diçka jashta normale, ose e kuptoj që kanë qef me u konë shoqe me qikat, edhe nana jam u konë shoqe me neve, po shpesh herë thom që në herë sa do që kena tentu me ja thy limitin, ajo ka qenë e ri edhe vetë, po s'na ka toleru. Nuk i ka toleru. Vist ka thonë jo edhe, ja ke po ato sytë e zi, jem shef. E ke hup mo, ka hup ajo fjallë, gjithsesi. A ju jetë hatëri kështu kur ju thu që jo, adën së më mja bu? Po, ka ndodhë, po. Kom një tani fjallë që s'na ka marrë ndorë, ka bo famë, s'po merë njerëz në dorë, është shumë e gabushme. Unë jam shumë njeri, konsideroj shumë, klientat e mi kanë shumë muhabet mirë me mu, kanë shumë, kom shumë konsiderat për klientat e mi, unë e qeli telefonin kur do që më thirë një klient, ose jam shumë për klientat e mi, flas me ta, e pi një kafe, jam një gjys psikologu për klientat e mi, për me pa nëse është të kalu një fazë depresive, një emocion të keq, një ndjesit keqe, nëse është të e lyp ndryshimin, veç pse ka pas një moment, një tragedi, ose një moment ndarje, ose një divorc, një diçka. A ka që si raste? Për një po më interesant që, për një me e ke vrejt kur ndahen femnat kështu, thujt, u bo ma e mirë, ose adin diçka që shtu tani më njerë që ka me njerë ka bo diçka. Ka raste që vinë është ta që jë nda për një me frajerë dhe dojnë me bo diçka të vitë. Ka raste, ka shumë raste që kanë emocione labile edhe të thojnë lind jom da, po du mu do shumë bukur se son të kom e dal. Edhe ti ulesh fole dhe apet ajo ka menën, po qka jetu mbo? Aden edhe ki me fole apet ka ndodhë që une i kom bo pak diçka, ka ardha apet, po une kom një sen, gjithë sen që bëhet step by step, ka rezultat shumë matë bukur se një sen që merë shumë volum. Ti mund është mu do shumë bukur që adit po mas 3 ditën nuk mundet mos me të pëlqy. Kështë shumë matë arsysh me shonë nëse ti më thu lind, po vi mas 2 ditë prap, më thirë lind aden po vi se para një njove më kom, po nuk po më duken shumë mollzat, po kom qef me shtu edhe pak, kështë shumë ma shumë të konsideroj që ti je stabilizu, se që në qatë sekundin e parë që vjen e thu, po du mu duk,
me i përngja asaj tjetrës. Po. Ti ti s'ki nevojë me i përngja kërkuj. S'ki nevojë më posi dikush tjetër. Absolut, ti je vetja jote, ti je uniku jatë. Unë gjithë thamë, do ku mirë për veten, lumturinë e ki mrena vetës tone, gjeje qatë lumturinë që e kja ta rushin e vogël mrena nxerre. Edhe nëse ti nuk ki mu duk, nëse si e lumtur për vete, mos u merr me fjalët e njerëzve, mos u merr me kush është të pa për ballë. Nëse ti je tu kajt, unë gjithë thamë, lot më shefi. A gëzimin, maje jo me më konë transparent, maje edhe ato pak për vete. Edhe kur do kështë shumë bukur edhe ato maje pak për vete. Ruj pak. Po, ruj pak. Okej, super. Senet e bukra, diamantet e qmush me ruhën shumë. Kërështë edhe ti banu sigurimi vetës tone, konsideroj vetën si një diamant të shmushëm. Po më intereson çka është diçka që për vrejen, ose të moshët e reja, ose në përgjithësi të njerëz që po janë të pakënaqur të pamja vet që me patjetër vinë me bu. Se po mdo këtë boost janë bo standard. Gjithë se cila prej neve mu, po steje që edhe punon me to dhe nuk i ki. Po duk na shumë mirë po mena janë. Shumë mirë i ki. Për besë, po mena që s'kam nevojë me bo halo komit. Edhe najdet. Kam edhe pak kolagen. Peshtina edhe najdet. Mos i po se pas ke boost ta mën, kështu që mos i bë. Qka po shot e qikat e reja gjollajni, po ju pëlqen shumë. Po nuk është veç të qikat. Është po trendje dhe shumë të djemët. Se po kanë qef me ngjasu me aktor të huj. Po ju pëlqen italianët shumë. Italianët janë e vërtet janë shumë të bukur, po kemi qef pak me ngjasu sikur djemët, sikur qikat. Do me thonë gjallajni? Gjallajni, po. Edhe djemët? Po. Edhe djemët edhe qikat. Atu ka duk çudina është ta për herën e parë kur ka një mashkull. Jo, se në Kosovë të na është pak halo. Po, halo është pak, nuk ju kallzojnë shokëve me zvete, zakonisht. Thonë njena do pësu, kena bu diçka. Po mdo këtë vetë. Po mdo këtë vetë, e vërtet e djemë nuk kallzojnë si kur qikat. E mohojnë, po si kërkes e meshkujve ka fillu, unë nuk e kom marë si tabu heq, ka qenë kur kom qenë në një trajnim me Neros, në katalogin e trajnimit, 3 ditë e para kom pas trajnim me qika dhe 3 ditë e tjera kom pas trajnim me meshkuj. Se anatomia e femrave me të meshkujve ka shumë dallim. Mimika e femrave. Femra din me rujt, po edhe lëkurën e femra din me rujt shumë ma shumë. Përdorim SPF, përdorim kremna, hidratuse. Meshkujt nuk din me i përdur, nuk din as me ta lyp që ato. Sa e përdorim vishat një vijën e kaltër në duke. Po, e vërtet është edhe gjithë shka mujër fund edhe një gjallë për flokët. Edhe veç ato dyja. Po, edhe kur e kom pa në katalog, më ka thënë po që ki me punu edhe me meshkuj, nëse ti menon që kur dikush vjen të te, mos me pas opcion mu këthy. Edhe unë e kom menu si tabu në Kosovë s'ka me obo kërkosh. Po kur tani kom nis me punu, kom pa që shumë gra i kam pru burat ose shumë qika i kam pru të dashurin e vetë me jabu botoksin ose fillerin e kam pasat sigurin edhe me shkujt e kanë sigurin kur i bje dikush. Jenë shumë matë sigurt kur e bjen bashkë shortja, femna, e dashura kanë shumë... Motra. Po, motra, ka pas shumë raste që edhe motra ti kanë pru, kanë arë me motra, po e kanë atë sigurin e ndryshe kur një femën është ba të dikush, e ka provu qatë. Po, e den ku po shkanë kështë, edhe një jetë më rahat, nashta. Po, më intereson se Blerë është ta shkove të fundit, kretin ato merë me ftyrën e tina. Shka ka bo lind Blerë, shka po duket ka që i mirë. Unë për vete, kur ja kom pa fotografit, kom thonë tepër o boj bukër. Nashta kanë më qiku njerës, ka më thonë kokoa dhe në ku po të duket, ama tepër më ka duke i mirë, shumë ma i mirë se sa që ka qenë ma herë. Po, qëre, estetika ka fillu prej nevojave të njerëzve. Kështë Blerë ka pa gjithmonë nevoj pak botoksin, pak me angrele kurën, po veç që i ka mbush pjesën temporale të mollzave, po duket qartë azi që është mbush, po gjithsesi edhe yt e Hollywoodit janë mbush, i kanë shkri, varet qysh janë ndje. Nëse Blerë ndihet mirë, unë këtë punën e kam nëse ti ndihesh mirë, je okej me veten, për mu është edhe për ty është okej, edhe për mu është krejt okej. Edhe Blerë besoj që është një mirë me veten, nëse edhe pse ka bo, edhe pse krejt janë të e paragjyku, unë benaj që nëse ajo të unë mirë, okej. Apo do këtë mirë si pas teje? Mu, ajo, do me thana? Se dita po shumë ftyrën pak. Po do këtë mirë, veç që ka po ndryshim drastik për një herë, është po too much. Edhe tash, që ajo too much ka ra shumë sy.
Unë që ato thash, sana do të më bëhë step by step, më mësu njerëzit me ty, më mësu edhe ti me vetën. Se edhe komentat që i mertin me njëherë në qatë javën e parë, janë madhore dhe thu ka dalë. Çka bona, çka bona, pse çka pjo dokna ka që ndryshe, den? Që ato që ti shkon step by step nuk i dokësh kërkujt ndryshe, të mësohet syni, mësohesh ti, të mësohet truni edhe okej, dokësh mirë nëse ti vazhdon me u bo nga dalë. Po që ajo too much, munat me pas tani pasoja, mos me ditë qysh, me mirë mbajt. Sanat që janë të mdoja, Linda është pak kondër. Okej, kush është dikush që i ka bo ka dalë edhe që nuk na ka rënë sy? Na i ftyrë publike, nashta se për një me qërë tash dishte s'dishte. Elvana Gjata. Ekrani ta lip. Elvana Gjata është veç një sen më ka rënë sy. Është bo nga dalë, bojmë fotokrahasuse, edhe pse forma vetlave po ndryshon, se tash na edhe po i bojmë microblading e këto. Po Elvana Gjata është bo nga dalë, është bo bukur. Krejt çka ju vrehet Elvanës tash, në kohën e fundit, ka qenë përdorimi i fijeve PDO, për ngrehjen e tërheqjen e syve, është i vrehen shumë, sepse Elvana nuk ka lëkurë të mjaftueshme për me i bo. Edhe tash po i vrehen. Në një klip i vrehet shumë, sikur kablo e rrymës, mes syve dhe mes vetullave, në pjesën temporale i vrehet jashtëzakonisht shumë. Kështu që kur ti e sheni njëri që është bo vipat e tjerë, ka ndodhur që unë vetë kom thonë, jam bo tepër, kanë gabu, se kanë kalu limiten. Kush është dikush që ti mendon që është bo tepër? S'po di për besë, jam bo shumë të ngjashme. A mendon që për një me ftyrat e njëjta hin ato i pa, thuj se të njëjtat? Apo shkojnë te e njëjta, po më duket mu, apo i bën sikur me bodora e njëjta, ke po kush kishte një frizer, kosa të naçë. Puna e vipave është kështot. Nëse një vip ka shku dikon, vipi tjetër shkon vetë. Edhe tash të shku një mas një, jenë të shku të bu krejt njejt. Edhe nëse ti nuk e bën njejt, ai ka me të cilësu si ty si estetist që ti s'ti ka dënë me bo, që ato që ai po t'li. Kështu që vinë me pa tjetër më bo si dikush? Po, vinë me pa tjetër me përngjo, ose ai nuk thot bënëm si dikush, se edin që një dit i munësh me folë në rastësi, po vjen me ato që bëm halo, ti thu ka dalë, se nuk dukesh bukur, nuk ta konsideron fjallën tane si profesionist, edhe kur bohet tani shumë, thot, kom ndryshu shumë. Edhe ti thu, po atë kom tregu që nuk ban, unë ta kom spjegu ty që nuk ban me kalu që to, tani kur kthehet në fjallët e tua, okej, ta pranon ato, ka shumë prej vipave që shkojnë në estetika, po nuk në estetikat konkrete nuk i reklamojnë që ato që bëhen. Për shumë, unë e kom prej ftyrave të mia që unë e kom standart edhe kudo që shkon vjen apet të unë është Gjule. Edhe e përshëndes e du shumë si person. Ka dhe prej vipave tjerë, po nëse nuk kam pas qef me u publiku të unë, nuk kom qef me aty privatsin. Normal. Është etike punës. Normal, edhe shumë pajtona me këtë pjesë që i të e thonë. Cila është një ftyrë publike, me cilën është të kanë ardhë mas shumë të me ftyrën e sajë, se me ftyrën e ti? S'po di. Unë e kom kriju emrin si Lind. Diqysh nuk është që vipat ta animojnë shumë qëtë pjesë. I vetëmi sen që ta animojnë në qëtë pjesë janë që, së di që me të thonë një ftyrë publike që ta animojnë kur ti e bo një video, tu e bo sakt qatë punë. Edhe populata e shet që ti e tu e bo sakt qatë punë, që ajo shumë të animon. E shet që ti e tu e injektu për një me, juve që je tu e reklamu. E kur e din sakt që ti e tu e injektu në qato, ajo është okej. Pranon me hitë gjithë të të ndorë. E që kjo është një dishka që shumë të qamë për para. Unë e përdu me kalu të një pjesë tjetër, me cilën e kina hasti për shumë rrjete sociale kove të fundit, që edhe frizerkat janë të bohë ndërhyrje estetike. Nashta jo sa ja u ka reziku juve punën, së që ju rezikojnë punë, diçka se të ke fundit nuk është e njëta, kunalësh edhe e këshyr, po sa nashta ja u ka vështërsu juve punën? Na ka vështërsu për shkak që pasojave. Nëse një profesionist, ti nuk e din sakt që e ki profesionist, e ki një pasoj.
Do të thonë, tani çat pasojën na kemi shumë zor me manipulu. Për shembull, lëvizja e botoksit, mos dituria për injektim, mos dituria për mirëmbajtje, botoksi ka disa rregulla ekstra që duhet me u mirëmbajt, nuk injektohet në përdorim të alkoolit, injektohet në përdorim të jodit, ka disa rregulla, po çto ta vështirëson, për shembull botoksi nuk ka një shkres. Filleri e ka një shkres për buzë, për mollzat, për gjallënit, e ki një mënyrë që e shkrin edhe e bën prej fillimit. Po injektimi i botoksit është më i rrezikshëm. Edhe duhet me pasën për që ato në fillim kur e kom nis veç me filler, edhe me pillingjet e fytyrës. Tani kom kalu në botoks, sepse injektimi i botoksit duhet me kon shumë i sigurt. Nuk, do të thonë matet, bëhen pikat, ti sa do që e den anatominë e fytyrës, cili person e ka mimikën e vet. Edhe ti nuk mundesh me bën në gjithë klient një strategji, një mënyrë botoksin. Nuk kime përdor disa metoda të botoksit, edhe që kjo tani kur ata nuk i din, nuk janë të informuar, po veç e kanë nisë si punë, na qëtë shumë të lashe. Masi që veç kalum të kjo pjesë, po du tash me të pyet njerë ku injektohet botoksi që lejohet, edhe ku është një vend që kur qysh nuk lejohet, nështë ta me u përdor. Do e pas parasysh që po shohim edhe në vend pjesë ndryshme në sqetulla, pjesë ndryshme të trupit që mundet me u përdor. Injektimi i botoksit në sqetulla është për antidjerës, në punën, funksionon shumë në antidjerës. Në fytyrë injektohet pothuajse në të gjithë fytyrën. Injektohet për rrudhat e mimikës, për rrudhat e duhanit që ju thojmë të na, në pjesën nazolabiale, tek hunda, pjesa e ballit të syve është standard, është masetër botoksi që e thekson më shumë pjesën e gjallënit, e mprej fytyrën. Për shembull, botoksi i qafës në çet pjesë duhet me pas shumë kujdes kur injektohet, i heq rrudhat, po nuk është botoks i pastër, është master botoks ose mesobotoks. Varet tash qysh injektohet, po unë përdori veç mesobotoks. Është injektime të vogla shumë të rralla që ta lehtëson dhe të bën liftingun e qafës. Kurse ka botoks që përdoret në pjesën e sqetullave, në pjesën e shpatullave, në pjesën e vitheve. Ekzistojnë disa lloje që injektohet botoksi. Kem të fort për ndërhyrjen e botoksit në pjesë ndryshme edhe çka mbron vesh ke të pjesa e vitheve që injektohet, por nashta cila është një pjesë që injektohet botoksi që na që e nina për të parën herë, no duket e çuditshme. Fiks pjesa e vitheve ka qenë ma e çuditshme kur i kom tregu klientit që mujna me bo me botoks, edhe është çudit, ka thënë kur s'pas tani kom një për filar, po kur nuk kom një për botoks. Do të thonë kam pas informacion për mbushje me silikon ose për mbushje me filar, po jo për ngritjen me botoks, liftingun e botoksit. Do të thonë bëhet lifting. Po, bëhet lifting. Okej. Silikoni është i rrezikshëm? Po. Të pas parasysh që për një me na silikon e kena menu veç pjesën e gjoksit kur i kam bo, po tash dalin që... Mu së më pëlqen se për shkak kur del në plazh ti vizllon shumë, përveç asaj. Edhe unë mendoj që janë ndërhyrje madhore për një trup. Mundesh me formsu trupin qysh do, me fitness, mbushjet e mdhaja nuk i preferoj, nuk më pëlqejnë. Çka nuk preferojnë Linda si estetiste me bo? Një trup, një fytyrë? Me thy bukurin që e ke pas, ose bukurin me thy me kalu, me dal shumë për vetës, nuk preferoj heq. Munona me i majt njerëzit në ato që qysh janë konë, më konë shumë të bukur, një qysh janë konë gjithë. Po jo me dal për vetës, nuk preferoj ndërhyrjet e mdhaja, nuk i preferoj heq. Operacionet e mdhaja nuk i preferoj heq, absolut. Do të thonë heqjen e barkut, kur një klientet e mia heqjet barkut, unë kom punu në spitale private dhe kom pas klienteve që kur i shësha sa shumë hekshen, ashtu të thesha o zot, s'çka i kam bo vetës. Sa mirë me nërgoje, nashta, të thonë të... Po, e vërtetesh, na një mbëlsirat, çokoladat, se po na plakin edhe pse unë vetë hashën. Po tokësh që hanë. Ha. Jo, mirë jemi. Se s'kallojnë se njerë në me dek, kështu që. Po, mirë. Më po më intereson ajo në shtrejta shërbimet, të pas parasyshën, ashta shumica prej neve dhe hezitojna me shku të ikon të pas parasyshën aldo kën shtrejt, ose për standardet ku jena na. Për pjesën e kirurgjisë nuk di çka me thonë, nuk kam informacion, nuk di që shkojnë tash. Të ndërhyrjeve. Po, të ndërhyrjeve
nuk janë të shtrejta krahasim me produktin që e merr. Unë çdo produkt që e përdori e ka garancione. Nuk përdori produkt që nuk ka garancione, që nuk e di sikur që shka ardhur deri te na. Nëse një produkt ka nejt shumë dillë neve, na shkakton shumë probleme, edhe unë e marr për njerëzve depove të mëdha farmaceutike që na japin garancion për secilin klient. Edhe që ajo tani ty ta bën klientin shumë më të sigurt kur ti tregon klientit ja jep një pyetësor, i thush që kjo është e jotja, që të ki garancion edhe të nalët këqyr se nuk e ka marrë në krejt estetikat. Edhe të bën me unit veçanti, kur del nuk e ki poshtë një nënshkrem, që mi thon klientit prej momentit që del prej derës unë s'marr përgjegjësi. Unë marr përgjegjësi edhe prej momentit që del prej derës ja apet je klienti jam. Ti tek unë e ke injektu një sanë, për që ato që e kom injektu, unë e marr përgjegjësi. Unë përgjigjna. Kudo që shkoj unë përgjigjna për secilin produkt, për secilin injektim, për secilin do zonë që, ose secilin do klient që unë e kom injektu. Çdo klient e merr sigurinë e vetë dhe garancionin e vetë. E merr një letër kur nënshkruhet ai, nënshkruana edhe unë, edhe në fundi tregoj që ky është garancioni jot, që ky është produkti, e ka në garancion, e ka një skan kod që ai mundet me lyp i sa ti klient është që tu e përdor çat produkt. Okej, super. E ka një barkod. Pse dikon buzë të rrinë ma shumë e dikon të rrinë ma pak? Për shembull, unë për vete, se unë i kom buzë, ty bile nuk muna me të rrejt. Kështu që dikon për shembull më ka nejt ma pak, dikon më ka nejt ma shumë. Varet prej produktit, po unë e kom thonë një sen. Produktet e mira, çdo trup i huaj që futet në lëkurë e ka një pik limiti sa duhet me qëndru. Filleri duhet me qëndru 6 muaj, 8 muaj. Çdo filler që qëndron më shumë se 6 muaj, 8 muaj ka tendencë me migru. E thonë profesora të mëdhaj rros, që ti prej ty në mëson diçka që nuk mëson kërku tjetër. Edhe çdo filler që qëndron më shumë ka tendencë me lëviz prej vendit, me migru. Edhe kur migron nuk do këtë bukur. Më thonë që na del edhe një buzë ekstra. Kështu që filleri që të ka nejt 6 muaj, 8 muaj ka qenë filleri mirë. Filleri që nuk të ka nejt 6 muaj, 8 muaj ka qenë filleri dopt. Ose ka qenë diçka tjetër. Tash gjithçka mund të më kon diçka tjetër. Se për shembull, unë kur çka kom has, çka kom dëgjuar kanë thonë që nëse qëndron më gjatë atëherë është tendenca me pas edhe pjesë botoksin ta ose pak botoksin ta ose nuk e di. Jo, botoksi nuk qëndron më shumë se 3 muaj. Botoksi e paralizon nëse futet në mënyrën që injektohet buza, ai ta paralizon buzën. Nuk t'jep ty tendencë më me fol, njëjtë. Botoksi nuk ka absolut nuk futet në buzë, po kam mujt me pas tendencë, më herët në Kosovë është punu edhe me filler që ka pas edhe silikon. Edhe silikoni është shumë rrezikshëm, që ato edhe ka pas tani pasoja, nuk janë shkri kollaj, nuk ti ke pas shumë problem me ja shkri buzë dikujt, ose ke pas shumë problem me ja rimodelu buzë, tu dash me thonë prite derisa të shkrihet, se nuk po të shkrihet as me hyaluronidazë. E hyaluronidazë nëse nuk e shkrin që ajo fillerin është i vetëm i sen që e shkrin. Domethënë fabrika ka prodhu që ato mjekësia ka zbulu një filler edhe një shkrirës. Të dyjat, një që jep volumin edhe një që ta shkrin që ato që ta ka dhënë volumin, përmisimin e qasaj. Kështu që nëse nuk ta shkrin as ajo ka ndodhur më herët që kanë pas përmbajtje të silikonit pak. Në tonë që të kohë që punon, cili është rasti më i veçantë ose më interesant që të ka ndodhur, që ndoshta tona herët kujtohet. E kam pas hala e kam kliente prej fillimit, edhe 2 javë domethënë nuk pa dal prej shtëpisë kur ja kom shkri buzë, pa tar prej Suedis, edhe më pa thonë që 2 javë heq, nuk ka dal deri kur ka ardhur prap me i bo buzë, edhe e maj mend që kur ka ardhur për herë të parë kom pyet sa mililitra i ke shtise tepër, domethënë ishin ekstrem buzë, i kish deviju filleri edhe nuk pranoj kemi shkri, një orë u dasht me bind, mi thonë, t'lutna shkri, nuk kanë me dal buzë, që shti po i kërkan, edhe kur erë sa që 2 javë dhe jam izolu në shpe, edhe m'la pa tekst. Tash kur ja kom bo, e kërkoj 1 mililitër, edhe ja kom bo 1 mililitër, edhe shkoj u këqyr në pasqyre, tha, a ban edhe pak? Thash jo. Edhe më ka shkru të nesret, t'lutna veç edhe pak. Edhe kur ka më bëj, unë për dujt që ka, që do një vera, po ti je si kur unë e vogël, edhe im, ku po dënë me shku, nuk po të shkam për ftyre. Edhe ka shku në 2-3 klinika tjera, edhe apet ka shkar dhe ka shkri, apet i ka bo, edhe ka shku të i bo apet step by step që shikëm thonë. Se veç në qatë mënyrë nuk devijan filleri, për ndryshë nëse te e ban tepër,
besom që tu e injektu ndodhë që del fillar dhe i thu i tregan, thot po injekto ma. E tani ti non-stop kime marrë kritikë, se unë gjithë e thamë, nëse unë ta bëj një buzë që është bo në ato që na duket bukur, profilin na duket pak si pat, unë thëmë nesër ka me të pyet dikush te kush i ke bo buzë, ti ke me thonë ti Linda, nuk kanë me të shoh ty që i ke bo, po kanë me më shoh mu që ti kom bo. Kështu që lem, unë mirë, ti mirë. Të dyjat, po, të dyjat me kon të knaqna. Sa javësh të shta nashta juve punën që kjo të pas parasysh që na nuk kuptojna dhe na nuk e dina se sa duhet, edhe për shembull thojna po ne veç që ka shpidu dhe e këshitum kryt me një farforme. Edhe nëse i thu ta kom bo një, ai plotësohet në shpirt. Nëse për shembull ja ke bo 0,5, 0,7, po ti i thu klientit një ta kom bo, të këqyr njëherë menon që u plotësu, edhe kthehet të ma tregon shiringën. Ai don më konë gjithë sakt don me ditë që ja ke injektu një, se ai kërkon halo ma tepër. Ka një të thonë të jo ku kush ka bona. Po, zakonisht e din klientat se kom insistu para, që jo një, ma pak, ose mbaret. Në mullza me qitë ne, është mjaftueshëm, është normal se mullza është pjesë e madhe, ka opsion, okej, ta pranoj, po për buzë zakonisht jam pak kundër. Në rregull. Po të kuptoj. Po më intereson edhe pjesa me fytyrat publike, sa të bja me punu me fytyrat publike? Shumë. Me pak me emra, nëse nuk e kanë problem, ata që e kanë problem, s'pi përmenim, këta që se kanë problem që e dina që i bojnë, se po du me ditë cila është ma e letë me punu me ta. Për mu krejt janë të leta, ëmbëlsira. Krejt janë të mira, me krejt kuptona shumë letë. Gjulin, me Arta Bajramin, Mimoza Mustafën, Blerona Zeqiren, kone kom pas tjetër, që dhe në kom mujtë me qitë, s'po di, ti ka pas shumë, ose që muj me ja të regu emrat ka, po dhe e kanë... Ma private, është normal, në është edhe nuk dojnë... Vrehen që kanë diçka, po prej çështjeve politike të punës, nuk kanë qef me, ose nuk bojnë marketing. Edhe deputetet? Po. Bojna? Po, diçka mirë mbajtje bojmë krejt. Çka kanë qef këto deputetet me bo? Të pas parasysh që buzë nuk ja o vrejna fort, në duket të pjesa e buzëve ma kursehen me veten. Po, kursehen, në disa raste po e vërtet është që kursehen, po ndodhë botoksin e kanë, kështu standard e bojnë gjitha. S'kan qare, sa ata me fytyrë flasin. Po, më roljan ka herë, e pëlle mos më pa që në shumë nervoz. Mos më vrejt. Po, botoksin e bojnë, zakonisht. Bojnë edhe mirë mbajtje skin booster, ma shumë, preferojnë edhe vetë ja u preferoj. Skin booster t'jep shumë shkëlqem, t'jep shumë volum në disa vendit fytyrës, jo sa filleri, po është shumë mirë mbajtje mirë. Për mu, një ndejnë 10 merë skin booster. Apo pagujnë fytyrat publike, se ju ka dojnë zani që shkojnë dikon, i kryjnë krejt qka dëshëran me kryjë, dhe fund pagujnë kur gju. Mbaret nëse ki marrëveshje për marketing, ndodhë që ti vete ke thirë për marketing edhe të vynë qajo reklama me ta, po nëse nuk e keftu për marketing edhe ka ndodhë që pagesën e kanë marrë prej një klinikës tjetër, po kanë marrë të ti. Ka ndodhë dhe ajo që reklamën ja kanë bo një klinikës tjetër, po mbushjen e kanë bo të ti. Dhe me thonë, të ti janë mush, për bjanë, të dikush tjetër janë më pagu. Po. Edhe që është që kësan për ty, se për ty do të më konë shumë e mirë në ashta. Në një anë është e mirë, po në një anë puna jem, po i bëhet marketing në klinikës tjetër, po unë i kom teknikat e mija. Edhe unë e vrej edhe me shoqet e mija, shoqet qikat që më rrethojnë, kur takohen me qikat e tjera, dhe më thonë, ballë për ballë, unë e di prej cilës klinik jetuar ti. Prej formës të buzës unë e di 1,000,000%, cila prej doktoreshave të ka punu. Kështu që e di pak... Qikat e din edhe për teknikat e mija. Unë përdori teknika tjera, injeksione tjera, fillera tjera, krejt sanat unë i kom unik. Teknikat e mija shumë pak në Kosovë përdore. Në është ta 1-2 vetë, mu konë që përdorim, punojmë me teknikat e njëta. Wow, okej, interesant, pas në marrë me të prëvu. Kështë të më thonë këta është ashtë, Arjanita është ka me hiftyrës komplet. ju s'keni me avrejt në ndryshime. S'ka më vrejta. Se di pse më nëjë që
Unë e kam fytyrën tepër të holla ashtu. Na jemi të vogla. Po, se në kamerë dokëm të mëdhaja. Na jemi të Mu sa vogla. raste ka kështu që kur më shohin do na çka që vogël je. Shka me vot tash. 1.60 bre? 1.60. Fix. Do të thonë çatë jam më dhënë. Më po më intereson çka ke botë vetja. Se diqysh më mirë me shtu sana, mëse e bukur gjë veten. Te vetja jam është i vetmi sa që e bëjnë skin booster. Do më thonë veç. Po, edhe ato, do më thënë e bëj në qëtëzon shumë, për shkak që kam shumë ndryshime hormonale prej stresit, edhe në qëtëzon po e bëj Hydrotelluxin, skin booster, në varet cilin skin booster kam vendos me bëj një mas një, se ka disa lloje, po skin booster bëj, kështu që për filler dhe botox, nuk kam vendos hala, se po menoj që volumin e mollzave të gjollajnë të kom mirë hala, edhe na i det, buzët më doken mjaftueshëm, nuk kam qef me tepru. Sikur te vetja jam edhe klientave të njëjtat fjalë, ju them që unë i kam në lokal fillerat, nuk po i bëj, pse po teprohesh ti, pse po don me kalu limitin. Pse po don me dalë po, pse po don me u bë diçka krejt tjetër. Kështu që sikur për veten i kurse edhe klientat. Unë nuk po du me ditë cilat janë planet kështu për lindën, se të pas parasysh që e di që nuk i kemi plan monal të punu. Jo, kemi marrë shumë fuqishëm. Çata janë të thonë, kështu që prej te po du me ditë si një estetiste, çka mendon që ka nevojë në fytyrë. Për shembull, në këtë rast si fytyra jam, janë një fytyrë që shto e nhallshme, e vogël se shumica i kenë atë si fytyra ashtu tash, se po më duket s'po hajna kërkosh. Gjenetikisht jemi. Po unë për veti jam si gjenetikisht. Si shqiptar jemi nacionalitetet dallojmë, edhe na si shqiptare kemi këtë pjesën tonë si gjenetik sa jemi. Jemi të vogla, shumica e shqiptareve, shumë pak kemi femra të gjata, jemi të vogla, jemi të ima, kështu që te kisha bo një skin booster mas pare. Tani këshim këqyr step by step. Kisha bo diçka, po jo me ju tregu çka t'kena bo. Kisha prit me gjetë publik për çka t'kena bo. Okej, mbetet të shihet, a? Po, mbetet të shihet. Kështu që lindat cilat janë planet shtash pra. Për lindën, ku kena me pa lindën, shka kemi na pru trese. Dyqysh estetika më doket sikur çdo ditë e volan. Sikur deti që puni me, nuk i shihet funi edhe estetika më doket kështu që gjithçka ka, çdo ditë del diçka e re. Puna me femrat që çdo ditë diçka të re. Çdo ditë ka diçka që vjen kur punon me femra, kërkesat e femrave vijnë çdo ditë të ndryshme. Diku kur është aty hiç nuk të ka shku menja, ka me ta kërku. Kemi me pru shumë sene të reja, si klinik kemi me pru shumë sene të reja, kemi me pru të na punohet tash gati një vet me një lloj të fillerit që nuk e hub ngjyrën, është fillar me ngjyrë i buzëve, është fillar me garancion, gjithmonë ka përmbajtje të vitaminës B12, përveç acidit hyaluranik, është fillar që pak shumë klinika, shumë pak e përdoren. Nuk e hub volumin, t'jep shumë volum të bukur, shumë natyral, të butë, edhe të jep shumë ngjyrë në buzë, nuk ta hub ngjyrën, përveç që krejt fillerat e tjerë kanë tendencë me i zbe buzë, filleri jonë nuk ka tendencë me i zbe buzë, ka tendencë me ta rikthy ngjyrën që e ke pas. E të njëjtat fillera, po mendojmë që kanë marrë edhe për pjesën faciale të fytyrës. Kështu që edhe një mesazh po e du prej teje, si estetiste, që për një men ashta, a di që thonë, me ngu prej tjerëve, mu badjava nashta më thonë qpis mos e ba, nuk i ngaj, po kur e di që jetë thonë ti që e cila i den që të sanë ty të ngojna, kështu që çka na kishe thonë. Nashta jo veç kujdes në veprimet që i bëni, kujdes në klinikat që frekuentojmë, kujdesuni për veten, dujeni veten shumë, ti je uniku jatë. Bëjnë gjithçka për lumturinë tënde, jo për dikon tjetër. Duje veten, respektoje veten, edhe çkado që ty të pëlqen, na jemi këtu për me ju plotësu juve. Po dhe mos më një keq, qato që nuk na pëlqejnë, të ke fundi qato guxë na me ndru. Qajo që ty nuk të pëlqen, na jemi këtu, ty dhe të kush do që vjen te on, këto jemi vetëm për kërkesat e juja, për me ju plotësu juve shpirtërisht, emocionalisht. Kështu që për deni venin, po më do këtë s'kom nevoj kur gjumë me thonë, se u kuptu krejt, kështu që Linda shumë faleminderit për teje. Faleminderit për juve, faleminderit edhe për gjithë atyre klientave që na kanë besu deri sot në zhvillimin ton në çdo hap. Kështu që unë jam një shumë mirë sot me ty, jam kënaqur të fol, ka njerë më do këtë kam harru me ishu do pyetje, inshallah s'kam harru në sen me të vetë, kështu që shumë faleminderit për teje. Faleminderit shumë për ftesën. E pra miq të gazetës Demos, kaq kishim ne për këtë të shtunë, jemi të shtunën e ardhshme, tonk tonk.
Tupo.